Përshëndetje miq. Keni parë këtë piktorin, është bërë super aktor, po përpiqet se në perke ngordur të na mbosh mendjen që pa te s'ka Shqipëri, se vetëm aty është lotaria e shqiptarve dhe po i ku aty do na glabërojnë armiqt. Mister 1 miliard që e quaj unë, se ai vetëm nga buxheti ka rëmbyer çdo vit mbi 1 miliard euro, vetëm aty me familjen e vet, me atë në çmien që ka në shtëpi. Edhe kanë xhiruar shumë para, kanë pastruar shumë para nëpërmjet bankës së tyre, Amerikan Bank. Dhe si tha, doli tha, mos flisni me, aty tha ka fashiste, tha, që thonë Shqipëri e shqiptarve. Po si të themi mo, Arame, Shqipëria e tregtarve, apo Shqipëria e pakicave? Shqiptarët janë këtu shumicë absolute, toke shqiptarve është dhe emri Shqipëri e ka. Nuk e ka as Vllahi, nuk e ka as Greqi, nuk e ka as Sërbi, Shqipëri e ka emrin. Toke shqiptarve është kjo. Pse edhe këte do në e bëshash ati, do në emocionosh, ku ti drejtohesh me këta? I drejtohesh Sorosianve, apo Rothschildve që ju po mbështesni edhe nuk po luftoni këta, me qenë se Evropa që është korporate këtyre deklaroj protestuzve. Dëgjo, populli në fakt nuk ndikohet nga askush, as nga Evropa, as nga Amerika, as nga Izraeli, as nga askush. Shqipëria është miq me të gjithë. Kush kërkon ta konsiderojë si viktimë, sigurisht që ne do t'i përgjigjemi dhe do t'i kundërvijemi. Prandaj nuk ne emocionon me këto deklaratat e tua që bëhen që shtiresh piktor. Dhe po shikojmë njëkohësisht që kanë filluar çunat të rinj atje të marrin protagonizëm dhe të përpiqen të mbajnë mbi shpatulla pesha më të rënda se sa ka fuqi truri i tyre intelektual dhe eksperienca e tyre, se sigurisht ata janë çunat mençur, po ju mungon eksperienca dhe shumë prej tyre dhe dituria me sa e kam bërë unë. Nuk mund të bësh protagonistin me 10 ditë ose me 15 ditë, edhe të marrësh përsipër këto pesha të rënda, sepse pasaj do t'ju çaplen këmbët edhe sikur t'i marrin. Prandaj do t'i praktisin gjithë me njerë në qoftë se do kërkojnë të monopolizojnë lëvizjen. Lëvizja duhet të apet drejt intelektualve që kanë dhënë kontribute gjithë këto vit. Unë këtë s'kem di, ose pasaj skema tjetër është dhuna dhe largimi i establishmentit vjetër politik nëpërmjet dhunës, që unë këtë në fakt nuk do ta dëshironja, dhe nga pala tjetër që po provokon Edi Rama vazhdimisht del dhe provokon edhe thot vetëm pralla dhe gënjeshtra, kur në fakt ai e ka shitur atë dheu. Atë dheu jonë është i shqiptarve, dhe këtu s'ka asnjë fashizëm. Është edhe i pakicave, sigurisht, por ne nuk mund të themi Shqipëria e pakicave, po do themi Shqipëria e shqiptarve, sepse shqiptarët janë shumica absolute. Si thua Edi Rame, si të themi? Të themi Shqipëria e jevgjve, ose e grekëve, ose e maqedonësve, ose e vllekëve? Jo, Shqipëria është e shqiptarve, sigurisht që është e shqiptarve, dhe ata janë të barabartë me shqiptarët dhe kanë bashkëjetuar me ne
me shekuj të tërë dhe gjithmonë kanë ndjerë respektin dhe dashurin reciproke për njeri tjetrin. Por ama Shqipëria është e shqiptarve, rame, dhe s'ka fashizm tu. Dhe vdekje tradhtarve, ju që keni tradhtuar, ato marrëveshjet e fsheta tendet me Pinton për t'i dhënë rjollin, për të ndërtuar ndërtesa për kolonët Qifut në disa pika të Bregdetit, si që ta kam thënë. Marrëveshja e të fshet që vajten në Izrael e të dridheshin gjunjët. Edhe pse ju fale, kërkonjët ju falnje gjithë Bregdetin e Shqipërisë, prap dridheshin gjunjët, si duket deshin më shumë ata, edhe këshe frikë se mos ta kërkonin edhe ndonjë cop tjetër të Shqipërisë. Rame largohu sa më parë, hapi udhë ortekut popullor. Dhe ju të rinjt që jeni atje, ju bëthirje që në qofë se do veproni si skudha dhe të përpigjeni ta monopolizoni atje lëvizjen, ta dini që do t'ju kthehet në bumerang. Apuni dhe trisni intelektualet, mos I lini intelektualet atje për para t'ju shikojnë juve me kalamajt e tjerë se si trisni atje. Trisni intelektualet, janë intelektualet pasaj të tjerët, intelektualet e spikacur, që kanë qenë anti-establishment dhe nuk janë pak. Lexojeni ato listat atje. Ka dhe ndonjë atje që unë s'jam dakord, por shumica absolute e tyre janë intelektual që e nderojnë Shqipërinë dhe e nderojnë krimin e një përfaqësie të gjithë asaj rrymë të fuqishme ku sigurisht edhe ju do të keni vendin që meritoni. Por jo të komandoni ju. Mos ju shkoj në mendje që ju do merrni komand. Këtu nuk është Siri e të dala i shara me pushk në dorë. As u qikeja që doli Thaçi me ca të tjerë dhe bën lëmsh pasaj Kosovën. Prandaj thirrni mendjes, hapeni lëvizjen për intelektualët. Intelektualët anti-establishment që kanë punuar gjithë të vite që e kanë treguar veten, janë shpresa e ardhshme e kombit. Tung tung.